Numri në rritje i turistëve në qarkun e Gjirokastrës. Në këtë fillim pranvere bënd të nevojshëm shoqërimin e grupeve të vizitorëve nga udhërofyes profesionist. Përpara disa ditësh 3 motoristë grek humbën orientimin, ndërsa vizitonin përmetin dhe u desh ndërhyrja e forcave të policisë për lokalizimin dhe evakuimin e tyre. Raste të tilla kanë qenë të përsëritura nga turistët për sa i përket humbjes së orientimit, kryesisht në relievet malore, kanionet e lumenjve e të tjerë. Për evitimin e ngjarjeve të tilla, i domosdoshëm bëhet shoqërimi nga guida, kryesisht për turistët e huaj që ndjekin itineraret në zonat malore. Duke marrë shkas dhe nga rasti i fundit në fshatin Pavar për humbjen që bën disa turistë grek në eksplorimin e tyre me motora, sidomos në Shqipëri në kohët e fundit, sinjalistika nuk është dhe aq e mirë, i sugjerojmë të gjithëve që të marrin guida, sidomos të licencuara dhe të trajnuara mirë për rastet malore. Ka pas shumë raste në Shqipëri kohët e fundit edhe në zonën e Gjirokastrës, në kanionin e Langaricës ose në hikinget në mal, të cilët kanë humbur drejtimin ose kanë pësuar aksidente ndryshme duke pasur dhe humbje rrethë në disa raste. Sugjerohet që të marrin guida të licencuara dhe të trajnuara mirë në guidat malore sidomos. Do përqendrohesha më shumë tek guidat malore të aftësitë e tyre për të drejtuar grupin, sesa tek aftësitë e tyre kulturore në rastin në fjalë. Duhet të jenë patjetër të përgatitura dhe ka trajnime që bëhen dhe merr dhe licencën për kacje për të qenë një guid malore. Në këtë sezon pranvere po vjen rritja e numrit turistëve, të cilët vizitojnë vlerat historike, natyrore dhe trashëgimin kulturore në zonën e Gjirokastrës.